Unë dua t'ju falenderoj shumë për këtë takim që është i nevojshëm dhe opozita vuan për të dalë në për këto diskutime me palën përballë për të nxjerrë pa faktet dhe provat që ne kemi. Për hir të vërtetës, sondazhet për institucione të cilat duken në publik se bëjnë punë, sondazhe ka fituar Noriega në shtetin e vet sa herë ka dashur. Sondazhet nuk janë realiteti. Realiteti që ne përballemi sot në veçanti në fushatat elektorale është ndryshe nga dikur ku përballeshim me deputet të fuqishëm, sot përballemi me banda të fuqishme. Të gjithë njerëzit të cilët nga anëtarët e Komisionit Sigurisë, po qoftë edhe çdo deputet në parlament, di fare mirë se si janë ndarë zonat në Shqipëri në lidhje me krimin e organizuar. Nga troplinët në Durrës, Hajrat dhe Abdylajt, tek xhabaftët e Vorrës, deri tek bajrat e Shkodrës dhe tek Plum Gjoka, i cili sot është në burg, jo si rrjedhoja abuzime dhe vjedhjeve elektorale, por si rrjedhoje SKJCC. Po e njëjta gjë vlen për çelën në Elbasan. Të gjithë këto emra, askush këtu nuk i njeh sepse janë artistë të mëdhenj apo janë shkrimtarë. Të gjithë këtu në këtë panel i njohin këto emra, përfshirë dhe mediat, sepse këta janë eksponent të nivelit më të lartë krimit organizuar, që fatkeqësisht janë në nivelet më të larta të krimit organizuar në të gjithë Europën. Dhe këto nuk i themi ne. Këto i thonë raportet ndërkombëtare, nga raportet e Interpolit tek raportet e Departamentit të Shtetit. Thënë kjo, disa raste janë të nevojshme për t'u bërë publike. Rasti i Vorrës, zonja Albana Vokshi, deputete, kryetarja e gruas të Partisë Demokratike, bashkë me vajzën e vet, janë kërcënuar në sy të medjave. Dhe duhet të dini që nga qendra e votimit, stacioni i policisë, rajoni i policisë, është vetëm 30 hapa larg. Dhe asnjë polic nuk guxonte dot të vinte. Unë nuk i vej faj. Kur ata drekojnë dhe darkojnë me shefat e efektive të policisë, asnjë efektiv policisë do ketë guxim të shkojë atje. Rasti i Ergys Qyrbës, ne kemi denoncuar, personalisht e kam denoncuar, që në vitin 2018 dhe 2019 për lidhjet me strukturat kriminale se që ishin Hajrat. Ishte vetëm SKJCC që nxorri në pa se si një deputet fshinte një vrasës, dhe se si ky vrasës kishte fuqi që në partinë më të madhe që ishte në pushtet mund ta lëvizte nga numri 5 i listës për tek numri 3 i listës, që hapim dhe debatin e listave të mbyllura. Se kush i vendos në Partinë Demokratike, ne kemi procese zgjedhore. Qartazin Partinë Socialiste i vendosin Hajrat. Dhe kjo tani më e dokumentuar dhe e faktuar. Këto janë disa nga arsyet pse zoti Dumani u largua. Zoti Dumani ka pasur në 12 qarqe forca speciale të cilat i paguajmë ne me taksat tona, shqiptarët. Dhe i paguajmë që ata të bëjnë detyrën. Këto denoncime që bëjmë këtu janë detyrë imja, as e Partisë Demokratike dhe as e një partie politike. To janë detyrë e këtij institucioni që është institucioni më i paguar në Shqipëri, dhe që në të vërtet, përveç se sulmon opozitën, në të vërtet ai s'bën asgjë tjetër. Për krimet elektorale ka një të dënuar në Shqipëri. Ai është eurodeputeti Beleri. Kë kanë dënuar tjetër këta? Kanë dënuar njëri për dosin e Dibrës? Jo. Po për këto dokumenta dhe fakte që ne kemi nxjerrë, se lind një pyetje. Në qoftë se ne kemi arritur të gjejmë dhe të vërtetojmë se Belinda Balluku ka bërë 800 legalizime në 2 javë në Fier, apo se bashkëpunëtorë të saj në Tiranë bëjnë legalizime 1 javë para zgjedhjeve, pse nuk i gjen dot SPAK këto? Në qoftë se ne gjejmë trenin bullgar në Elbasan, pse nuk i gjen dot SPAK këto? Në qoftë se ne gjejmë shitblerje vote apo vjedhjen marrjen e kartave identitetit në Petrel të hedhura në tokë, me foto, me video të publikuara, pse nuk i gjen dot SPAK këto? A nuk paguhet ky për të bërë këtë punë? Nëse nuk e bën dot iki. Në këtë kontekst jemi në një situatë të rëndë për vendin tonë. Të gjitha problematikat që ngriti paneli këtu, me shumë respekt për çdo diskutim, por ne s'kemi as ABC në zgjedhjeve.
ne nuk zgjedhim dot. Ju tha zoti Këlliçi me të drejtë për zyrat ilegale elektorale, folën për transparencën. Kush i ka paguar ato zyra? Me para fushate jo, se janë pa logo, janë të pa deklaruara. Ne kemi kapur në flagrancë. Unë në zona Astirit, në Zberisht, Belindi tek qesia 5, dhe kush ishin aty brenda? Punonjës të administratës. Po kjo është administrata që do t'i marri përsipër? Që linin punën atje dhe shkonin të bënin detyrën e partisë. Kjo administratë dhe këto zyra ilegale elektorale. Në rastin e Belindit ishte Erion Braçe. Në rastin tim, sipas atyre që thon ata vetë dhe pa mohuar deri sot, ishte Blendi Gonxhe. Ju thon diçka këto emra? Janë 12 votuarit e Partisë Socialiste në Tiranë me zyra ilegale elektorale. U thash parë për raportin e OSB Odirit. Nga vitit 2009 dhe 2013, që kanë qenë raportet më të mira të OSB Odirit, kemi vetëm një rënje, përkeqësim. OSB Odiri në fjalinë e parë që tha pas zgjedhjeve ishte se me këto zgjedhje nuk hym në Europë. Komisioni Parlamentit Evropian dhe kryetarit të deleguarve të Parlamentit Evropian, të deputetëve deleguar në Shqipëri për vëzhgimin e zgjedhjeve, dha një nga deklaratat që nuk është dhënë kurrë për zgjedhjet në Shqipëri. Krimi organizuar nuk lejon rotacionin politik. Këto janë problematikat me të cilat përballet opozita, por jo vetëm ne, të gjithë ata të cilat duan të kenë zgjedhje të lira dhe të ndershme në Shqipëri. Unë do të kisha dashur që zoti Dumani të ishte sot këtu, sepse mbi të gjitha kam dhe një pyetje. Cilin vend të botës mund të ndodhi që sistemi i drejtësisë të fshehë 52 flet arreste për kriminalët më të rrezikshëm, për kartelin më të rrezikshëm që ka sot Europa, që është karteli i Troplinit, se janë me port atje ata. 52 flet arresti u pritën të mbarojnë zgjedhjet, të zgjidhet Arken Balla, një njeri që 4 vite më parë mori 2000 vota, kurse tani ka marrë 5000 vota më shumë se sa mori vetë kryeministri i Arken Ballës në zgjedhjet e fundit. Pra këto janë ato të cilat Partia Demokratike shikon si problem, pa diskutim të gjitha diskutimet që u folën këtu, qoftë për transparencën e financave që siç u thash ne e duam, qoftë për barazinë gjinore, qoftë për komunikimin politik, por të kthehemi tek ABC-ja. Të kemi mundësinë për të zgjedhur dhe pastaj të merremi, sepse çështjet e reformave zgjedhore dhe kodet zgjedhore nuk është se bajrat në Shkodër vjedhin se nuk i pëlqen kodi, apo troplinët në Durrës shkojnë dhe kërcënojnë njerëzit me armë sepse nuk u pëlqen kodi zgjedhor. Jo, problemi është që atyre u pëlqen kjo qeveri. Prandaj këto kisha unë, ju falenderoj shumë për ju falenderoj shumë për mundësinë, shpresoj të kemi raste që tjetër Dumani na qëndrojë.